E fundit është kështu. Ti, si imam i shqiptarëve, ti po i pranon këta si hoxhallar, edhe përfaqësues të kombit musliman. I ftoj në këtë proces, në këtë muaj të Ramazan, edhe ata të reflektojnë, edhe ata të kursehen nga gabimet e tyre, të vetë reflektojnë, t'ja kthejnë gishtin vetë vetës, sepse kur njeriu agjeron, e ka ma lehtë ta pranojë informacionin dhe ta pranojë imamin e shqiptarëve. Imami i shqiptarëve tim shkup. Siç e kemi pranuar edhe na. Nuk do të thotë ta ndjekim, po ta pranojnë se shqiptarët kanë imamin e tyre, dhe shqiptarët dëgjojnë informacione prej imamit të tyre. Ndërsa për punën e xhamiave, për punën e kishave, unë kam respekt për secilin njeri, nuk i ftoj asnjëra të mos shkojnë atje, le të shkojë secili bën zgjedhjen e vet. Mirë po mos na detyrojnë, mos na imponojnë neve tjerëve, shqiptarëve, me gjuhë urrejtje, se kjo është gjuhë e urrejtjes. Sikur ai djali aty që ka shkruar, mos e lejoni këtë, mos e lejoni atë. Dikush e kupton me luftë, dikush e kupton me shkrim, dikush e kupton me postime. Nëse ti nuk e specifikon me çka, atëherë ata njerëz të kuptojnë informacione ndryshe. Kjo gjuhë është e urrejtjes, sepse nuk promovon harmoni. Ne jemi në gjendje të pranojmë musliman, nëse ata na pranojnë si shqiptarë. Edhe pse ne vetëm se e kemi pranuar, ata duhet ta bëjnë diferencim, ose shqiptar, ose musliman, edhe jemi në rregull.